Por si ka arritur ai që ta menaxhoj karrierën kur, ani pse kanë kaluar më shumë se 2 dekada, atë kujtojmë si një personazh që ka qëndruar larg skandaleve. Është pak e vështirë, për arsye se vjen një konkurrent i ri, edhe ta prish tregun, ta prish çmimin, me sa tash ka edhe fytyra të bukura të meshkujve, po e mbajnë veten, po kujdesen për vete, shkon me një çmim tjetër ose bën skandale të ndryshme tash në rrjetet sociale që mua s'm pëlqejnë as pak këto skandalet ose me thonë ka lajmundesh më vez brenda natë se është shumë e tirë sot. Një skandale bën e poston edhe ti rrjetet nesër janë veç haj edhe po unë nuk kam dash me kon pjesë këtyre skandaleve, kam dash me rujt veten këtu, me kon pak më fanatik ndaj vetes, që të paktën mos më shqu ose mos më flit si bekimi i skandaleve. Thjesht unë kam dashur me kon kështu. Ky që jam, kështu me mbet dhe kështu me vazhdu, edhe pse konkurenca bën të veten, tyrat e reja bojnë të veten, po shqyqy për zotë unë kam arrit me mirë mbajt veten mirë, këto vite që i kam jam super mirë, hala fintak i ri jam ish pak i përdorëm. Pak shaka. Më tutje Bekimi vazhdon të tregoj se tash e 2 vite është transferuar në Austri, ku me bashkëshortën dhe 2 vajzat kanë rifilluar jetën në këtë vend, duke thënë se është përshtatur goxha mirë. Bashkëshortja ime me një vend pune ku ka qenë të punu këtu në Kosovë, ka pas kohë trajnimet e jashtë atje dhe ja kanë ofruar një mundësi të mirë. Unë jam gjithmonë përkras i këtine gjana familjare, edhe e kam përkra, s'ja kam dalu, edhe e mendova pak a shumë edhe tek pjesa e fëmijëve, te pjesa vajzave, që të paktën puna shkollimit dhe një jetesë më ndryshe, pse mos me provu diçka më ndryshe. Për mua është pak vështirë, me thënë drejtën, se apet fëmija në shkolla marrin veten, bashkëshortja ajo veç e ka punën atje. Është pak vështirë fillimi se po shkon me një vend ku nuk njeh askush. Po shkon me një vend ku se njeh askand. Po shkon me një vend që duhesh me ndërtu prej zeros, si nga ana emocionale, nga ana e mu integru në atë shtet ku je aty, gjuhën më jam mësu prej fillimit, gjitha gjanat krejt, po unë që jam person i gjallë dhe i dëpërtushëm, për 2 vjetë mirë jam, po tham ka erë o zotë qyshe arrita, ka shpejt me depërtu, me gjetë lidhe, me gjetë shoqëri, mu antarësu do agencione të modës atje, për fatë mirë tash i janë këtu mundësit e reja të s'ki nevoj fort me shku me ngajt ose me lyp ku janë, po në përrjetet sociale dhe internet kontakton, edhe tash veç po pres oferta të reja dhe mundësit të reja dhe atje me depërtu në këtë tregun e modelingut. Për këtë tema i shton se tregu në Austri ka dallim dhe saj përket çmimeve të kontratave për modelingun, ama Bekimi thekson që vetvetja ndihet në vendlindjen e tij, ani pse aktualisht është duke shqyrtuar mundësitë e dëpërtimit jashtë trojeve shqiptare. E çka ka drejtë Bekimi e kuptojmë së bashku tani. Kem të prek ka pak aty këtu, si në Kosovë, si në Austri, tash koha veç ka fillu pak me konë pak ma nxehtë, ma ndryshe, edhe këtu në Kosovë tash i kam pas do projekte, një kam përfundu që kemi pas, po pres tash dhe do tjera, do gjirime, do photoshooting, për do brende të këtu në Kosovë që janë. Jemi ti diskutu, jemi ti shqyrtu qka mujna me bo ma shumë, se una diqysh tash unë e kam kone limitume. Jam me ki datë këto, me ki datë shkoj. Por a do të dëshiron të modeli kosovar që vajzat ta trashëgonin profesionin e babait të tyre. Se përket bashkëshortja, saj gjithmonë ka pas qef me konë në hije në kësaj pjesës, edhe unë gjithmonë e kam rujt atë edhe e kam respektu këtë privatësinë e saj, s'kam do shkur me shfaq. Vajzat sa kanë qenë këtu i kam pas aktive paka shumë në pjesën e modelingut, në teshe veshe për fëmijë.
Po, nuk më pengon kjo pjesë. Nëse veç dëshirojnë ato vetë me ndjek këtë rrugë, me kanë pjesë në një projektit madhe për fëmijë ose kur të rritën ose nuk i ndaloj, nuk jam xheloz, nuk jam fanatik. Normal, na shqiptarët kemi pak xhelozin, pak e rujm kështu për veti edhe pse unë ka herë, më thonë, i ngacmoj e shfaqi, po kur është në pyetje diçka që për të ardhmen e tyre, atë normal që i përkroj.